unë Xhevair Xhabina në studio. Xhevi, një koment për këtë ngjarje të rëndë. Ju keni vite që e ndiqni kronikën dhe cilësohet si ndër më të rëndat që kanë ndodhur. Fakt është ngjarje e rëndë, ndoshta nuk më vjen në mendje tani një ngjarje tjetër kaq e rëndë, po them të ndodhur në zyrat e shtetit, pasi gjyqtari Kalaja është vrarë në sallën e gjyqit. Ne kemi pasur një ngjarje shumë të rëndë të gjyqtarit e Vlorës, Kerdila Ekonomi, i cili u vrat demonstrativisht në një atentat me eksploziv shumë vite më parë në qytetin e Vlorës, dhe atëherë për ironi të fatit pista kryesore ishte për shkak të pronave. Edhe në këtë rast gjyqtari Kalaja ka humbur jetën pikërisht për shkak të një vendimi që ka dhënë për një çështje pronësie. Ajo që të bën përshtypjen pamje të parë në këtë histori është sistemi i dobët që kanë gjykatat shqiptare sa i takon kontrollit të personave të cilët hyjnë në gjykat gjatë ditës, qoftë po them gjyqtar, prokuror, avokat, palë të cilët janë në proces, sidomos tek palët, pasi palët sigurisht që janë të ngarkuara në një proces gjyqësor, dhe kjo tregon që sa pak efektive janë gjykatat tona në sigurimin, po them, të perimetrit të tyre, pasi nëse do të kishte një sistem funksional, kam përshtypjen që ky person nuk do të kishte mundësi që të hynte në gjykat i armatosur, por nuk do të kishte mundësi që të hynte në gjykat, qoftë edhe duke futur një send tjetër i cili është në kundërshtim me ligjin. Kjo, gjithsesi, unë e shoh edhe diçka ndryshe këtë çështje. Unë mendoj që kjo ngjarje mund të jetë edhe produkti i asaj që prodhoi edhe reforma në drejtësi, pasi pavarësisht se ne kemi një sistem të ri drejtësie për shkak të reformës së vitit 2016, kam përshtypjen që qytetarët asnjëherë nuk e kanë parë sistemin e drejtësisë si një sistem i cili është në krahun e tyre. Kështu që pavarësisht kësaj, reforma në drejtësi nuk arriti ta largoj, po them, këtë hije ku palët gjithmonë akuzojnë gjykatën se mbështet njërën palë apo tjetrën palë. Kështu që kjo është njëra anë, ndërsa nga mënyra se si ka ndodhur ngjarja, kam përshtypjen që personi ka qenë në paka shumë e dinte se çfarë vendimi e priste sot, pasi ndryshe nuk do të kishte shkuar i armatosur në gjykatën e apelit. E ka ditur vendimin, ka qenë koshient për veprimin që po kryen, fillimisht ka qelluar, me që informacion ka mbi gjyqtarin, dhe më pas ka qelluar mbi palën e tij, mbi palën kundërshtare, dhe më pas ka dalë jashtë gjykatës, ku është bërë edhe i mundur arrestimi i tij. Çfarë ndodh në këtë lloj rasti? Kam një pyetje faktikisht që u ngrit gjithandej. Tani, autori i kësaj ngjarjeje të rëndë është 30 vjeçari. Personi që është interesuar për pronat, që është pjesë e të gjithë këtij debati që po ndodh për çështjen e pronave, Xhaxhai vet apo Daje vet, mos gabojmë, ishte aty prezent. Ka përgjegjësi për këtë ngjarje? Po flet për Xhaxhain. Tani, kjo i mbetet e timit, Sebastian, nuk di ta them nëse cili ka qenë roli i Xhaxhait të tij në gjithë këtë histori, por ne kemi parë në media që ai ka qenë personi kryesor i cili në një farë mënyrë është marrë, po them, me procesin e dokumentacionit, por edhe me procesin legal më vonë për këtë pronë e cila ndodhet në qytetin e Shkodrës. Nuk di ta them cili do të jetë, po them, roli i tij në hetimin penal. Pa ka pasur ai rol, a ka pasur dieni se nipi i tij ka hyrë në gjykat i armatosur, se ata mund të kenë ardhur dhe nga Shkodra gjatë ditës së sotme, a ka ditur ai që nga Shkodra që ka qenë i armatosur, por këto i mbeten procesit. Do t'i zbarë të gjitha këto. Sigurisht që i mbetet procesit e timor. Prokuria, gjëja e parë që ka bërë, kam përshtypjen dhe do bëj, sepse është procedurë, duhet merret me tabulatet e telefonit, besoj aty mund të ketë materiale të mjaftueshme për prokurinë, se çfarë mund të kenë komunikuar këta persona gjatë kësaj kohe, para ngjarjes, gjatë kohës që kanë udhëtuar drejt Tiranës. Kështu që është një proces hetimor dinamik dhe mbetet për të parë se cili do të jetë roli i gjithë secilit në
në këtë çështje, në këtë histori. Të ndalemi pak në një pikë që ju e vut në pa, por për ta vënë pak në peshore. Kryeministri tha në një krah është siguria nëpër gjykata dhe në krahun tjetër mbajtja pa leje, e cila duhet përdoret edhe për kodin penal. Por në krahun tjetër, po t'i vëmë në peshore, kemi vakancat për shkak të vettingut dhe problematikat e ndryshme që ka sjell vettingu nëpër gjykata, dosjet. Sidomos në gjykatën e apelit. Gjykatën e apelit, dhe në krahun tjetër kemi gjithashtu edhe afatet e stërgjata kohore që duhet për një çështje civile që të shkojë nga një shkallë deri në të lartën, diku 7 vjet, 7 vjet e gjysmë. Tani, për t'i vënë përballë këto lloj problematikash në një lloj shikimi, edhe sulmi i drejt për drejt ndaj prokurorëve dhe ndaj gjyqtarëve, si fajtorët që për këtë situatë ku ndodhemi etj. Si do t'i analizoje duke i marrë njëra pas tjetrës? Po, sigurisht që deklaratat të tilla, sepse deklaratat e kryeministrit kanë qenë të një pas njëshme me emër mbi emër konkret, gjyqtar filan, prokuror filan ka bërë këtë, ka bërë këtë çështje, ka bërë atë çështje, dhe sigurisht që këto ndikojnë edhe tek perceptimi më pas i qytetarëve mbi sistemin e ri, mbi sistemin e drejtësisë, derisa kryeministri ose qeveria ka këtë perceptim mbi atë që po ndodh me sistemin e drejtësisë, imagjino pastaj një qytetar i cili duhet përballet me gjykata të cilat kryeministri thotë që janë në ditën e tyre më të zezë. Sigurisht që kjo ka ndikimin e vet, dhe unë prandaj edhe shoh edhe këtë të reagim të menjëhershëm edhe të politikës, edhe të krave politik, sepse e thashë që ne kemi pasur një ngjarje të rëndë para disa vitesh ku u vra një gjyqtar, por kam përshtypjen që për çështje pronash. Sigurisht për çështje pronash, por kam përshtypjen që këtë radhë është pak më specifike dhe për shkak të dinamikave politike që ne kemi. E thashë që edhe reforma në drejtësi nuk ka bërë atë që pritej, nuk ka arritur të largojë nga sistemi i drejtësisë dyshimet se kemi të bëjmë me një sistem të korruptuar, edhe pse u trumbetua që sistemi i ri i drejtësisë është më i mirë, aq më tepër më pas përshtuar faktin këtu që gjykata e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm është nga gjykatat e cila gjykon me ritme shumë të ngadalta, për shkak të vakancave që ka, gjysma e gjyqtarëve mungojnë në këtë gjykat, nga 71 që duhet ketë aktualisht, kam përshtypjen që duhet ketë në organikën e saj 32 ose 33 gjyqtarë. Po nuk e zgjidhje se në këndvështrimin, se këtu është pak debati gjatë më pas, sepse në këndvështrimin tim njëra anë është që nuk ka gjyqtar dhe duhet të plotësosh disa kriteri që ti t'jesh në gjykatën e apelit. Por nga ana tjetër mendoj që gjykata e apelit tashmë është i vetmi vend ku KLG-ja mund të bëjë çokat e saj për të emëruar gjyqtar në sistem dhe për të promovuar gjyqtar në sistem. Pasi një pjesë e ekspertëve mendojnë dhe ndoshta dhe me të drejtë që gjykata e apelit po ruhet që KLG-ja të bëjë çokat e saj duke ngritur dhe promovuar gjyqtar të caktuar, të cilët gjatë kësaj kohe në një farë mënyrë kam bërë edhe vettingun e gjyqtarëve të tjerë, pasi duhet të sjellë në vëmendjen tënde sebi që antarët e Komisionit Pavarur të Kualifikimit pikërisht kanë kërkuar që të hyjnë në sistem duke u bërë gjyqtar të apelit. Kështu që po ky është tjetër diskutim pasi ikim nga vëmendja e ngjarjes sot. Do vim sërish por për të mbetur, avokati Baftiar Rusi është me mua në studio. Kënaqësi që ju kam në studio. Avokat, keni pasur çështje me të ndjerin i cili humbi jetën sot, gjyqtari Kalaja, e njihnit? Po, e njoh. Sigurisht se kam njohur përpara se sa të bëhet gjyqtar, që në kohën e rinisë, ashtu na pat lidh puna me të. Pastaj e kam njohur gjatë gjithë karrierës tij, që kur e ka filluar detyrën e gjyqtarit në vitin 1993, në gjykatën e shkallës parë në Shkodër, pastaj në apel, që ishte organizuar në 6 njësi gjykata apelit, pastaj me hartën e re gjyqësore, kur erdhi në gjykatën e apelit jurisdiksioni i përgjithshëm Tiranë, që mori emrin dhe që asimiloi gjithë gjykatat tjera të rajoneve. Dua të them fillimisht që unë e kam njohur familjarisht, jo thjesht puna si avokat, por ka qenë një gjyqtar karriere, një gjyqtar model. Kaloi dhe vettingun mos gaboj. Po, sigurisht kaloi dhe vettingun në vitin 2019. Megjithëse ju ankimu nga komisioneri, kaloi dhe në kolegjin e apelimit u konfirmua në detyrë
dhe paktën flasë në emrin tim dhe një pjesë të mirë të avokatëve, si institucioni i mbrojtjes apo faktori i sistemit të drejtësisë, ka qenë një gjyqtar me integritet moral të lartë dhe shumë qytetar, dhe që si rrallë, pra një cilësi që është domosdoshme në ushtrimin e funksionit të gjyqtarit, e përmbushte në një funksion të kënaqshëm, atë si të është verdiktin e drejtësisë, në gjitha çështjet dhe gjykimet që ka bërë. Në ratë parë dua të shpreh më këtë rast ngushëllime familjes të afërme, kolegëve të tij dhe gjithë miqve dhe shokëve. Është rast i parë dhe mund të jetë ndër rastet e rralla që mund të kenë ndodhur edhe në historinë e vendeve tjera të botës, që të vritet një gjyqtar jo për shkak të detyrës, por duke qenë në detyrë dhe duke pasur dhe tokën e zezë, ashtu siç e pam edhe kur doli në momentin që erdhi ndihma e shpejtë për ambulanca, ai ishte i veshur me mantelin e gjyqtarit, kur shkoj drejt spitalit traumës duke menduar se do të kishte shenja jete, por fatkeqësisht. A i ngren me të vërtet kaq shumë tonet çështjet e pronave, pasi Xhevi solli në vëmendje edhe një gjyqtar tjetër, Skerdilajt Konomin, i cili u vran në Vlorë shumë vite më parë, u hodh nerë me eksploziv. Kaq shumë peshë kanë çështjet e pronave në proceset gjyqësore? Realisht çështjet e pronave tek ne janë shumë të komplikuara, nga vetë një fabrikë e prishur e mesjetës që është Parlamenti shqiptar, që ashtu siç është ligji për shembull, që janë 3 konflikte bazë që kanë krijuar në shoqërinë e sotme. Ligji 7501, pra e i 97 vitit 91, që e dim se si me çfarë katrahure, si u ndërtu dhe si po funksionon edhe sot. Është ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave 7698 që doli në vitin 93 për trullat edhe për pronat, e ishte fuqizuar vitin 2005 me gjithë një katrahur të tërë që ka krijuar, dhe është ligji për privatizimin e ish banesave shtetërore, pra që ishin ligjet ata që ishin qiramarrës në kohën e sistemit tjetër me banesat shtetërore dhe që u prodhuan me një ligj të posaçëm prapë në mënyrën se si rregullonin këto marrëdhënie juridike. 3 këto ligje kanë prodhuar konflikte pa fund tek ne. Kjo është një fenomen që don orë dhe ditë, do vite të tëra për të nxjerrë konkluzionin, pra që do të thotë që shoqëria, pra rendi juridik i on, ose duke qenë tipi parlamentar pra i shtetit, ka një përgjegjësi shumë të madhe në mënyrën se si e konceptojmë, se sa shpejt i bëjmë këto ligje, sa shpejt i kopjojmë, dhe pa parë faktorët, pa analizuar, pa marrë zorin e specialistave, ashtu si që kemi një kod penal që e shohim një draft nga 300 ca nene në 1000 gati, 3 herë më shumë, dhe shohim ca fenomene që në vend se të rregullojnë marrëdhëniet e shoqërisë, më tepër i dobësojnë, i shkatrojnë, ose e çojnë që ligji të prodhojë konflikte në vend se të jetë një rregullator i shoqërisë dhe individit. Xhevi prej vitesh, dekadash tashmë ndjek kronikën, mund të jetë në një proces gjyqësor, ju jeni avokati që mbroni një palë etj. Sa të sigurt është qytetari, gazetari, avokati në një sallë gjyqi në këtë lloj momenti? Tani kur arrihet që dora e krimit të vrasë gjyqtarin, pra duke qenë në një solemnitet që barazohet me fuqinë hyjnore, edhe kur efektivisht gjykata e apelit, duke qenë një në Shqipëri, është si çdo vend tjetër të botës. Gjykatat e apelit janë gjykatat më të rëndësishme të një rendi dhe të një shoqërie, pra të rendit juridik, të shtetit të drejtës dhe të performimit në shkallën më të mirë dhe më të mundshme si regulator të shoqërisë, ose të raportit midis individit dhe shtetit, apo të qenies gardian të ligjit edhe të drejtës. Dhe duke pasur parasysh këtë për shembull, gjykata e apelit në një sens është shumë e rëndësishme pasi e zgjidh çështjen në themel, revizionon vendimin e shkallës parë, shikon është i ligjshëm, i paligjshëm, është i vlefshëm, është i pavlefshëm, shikon si e ka marrë provën, shikon si vlerësohet prova, shikon të gjithë elementet pra, nëse gjykata e lartë quhet gjykatë ligji dhe shpesh thotë për nuk ka shkelje të ligjit, edhe deri këtu me lejon se nuk kam të drejtë t'i futem provës, gjykata e apelit është gjykatë, prandaj quhet apelit, pra e apelon vendimin e shkallës parë, e rishqyrton, e shikon ligjshmërinë, vlerëson dhe provën. Janë gjykata me fjalë më themelore të një shoqërie dhe të një shteti dhe më të rëndësishme që mund të ekzistojnë në botë, e tillë është edhe gjykata e apelit jurisdiksioni i përgjithshëm tek ne. Kjo është një fenomen që ka ligji dhe pasojat që ka ligji nuk janë të gjyqtarit. Gjyqtari
ka atë detyrimin që ne dim që gjyqtari nuk është i pikur nga qielli, është pjesë e një rendi, produkti një shoqërie, ashtu si gjithë të tjerët, ka një familje, ka një ngarkesë, ka një emocion, ashtu si dim edhe rastin tjetër që fatkeqësisht në një studim që është bërë prej vitesh, një njerëzit që jetojnë më pak në botë, si të tjerët i quajnë se janë shumë të lumtur janë gjyqtarët, prokurorët, pastaj vinë avokatët, mos u vi çudi mjekët, deri edhe taksistët. Dhe ato kanë stres sepse përballen me pjesën e rrugës apo me pjesën pra. Do të thotë që nuk është gjyqtari shumë komod sepse pse jep vendimin, dhe aq më tepër gjykatësi. Gjykatësi në qoftë se shkojmë në mosmarrveshje të karakterit pronësisë, që është edhe shkaku pra i marrës jetës sot të gjyqtarit në krye të detyrës dhe jo për shkak të detyrës, se tjetër gjë për shkak të detyrës, tjetër të vritet në detyrë pra me mantelen që është e shenjtë dhe hyjnore për ato që e ndigjon edhe për efektet drejtësisë. Për dënim këtë lloj rasti? Urdhra? Sa parashikon kodi? Nga 35 vjet deri në burgimin e përjetshëm. 35 burgimi për jetëshëm. Po, është, pra, janë cilësi të veçanta, pra sikur të mos ishin edhe dy plagosje tjera, se kemi një dispozit në neni 79 të kodit penal që vrasi për jetën e rrezikshme për jetën e shumë personave ose vrasje cilësuar, vrasje e shumë personave, që janë, ne kemi në një dispozit, pavarësisht se vendet tjera të rende më të stabilizuara të legjislacionit penal i kategorizojnë në disa dispozita tjera penale, që po specifikimet tek ne, sidomos kodi penal ka ardhur duke u përsosur dhe për sa i përket krimet kundra jetës, ka bërë edhe ka cilësuar subjekte të veçanta, pra figurën e gjyqtarit, të prokurorit, të avokatit edhe të policit për shkak të detyrës edhe për shkak ndoshta edhe të rrezikshmërisë shoqërore dhe të përhapjes së këtij krimi në këtë subjekte që janë në funksion të shërbimit të shtetit. Për që bërë ju të njëjtën pyetje përpara se të shkojë tek Xhevi për ta mbyllur, aty ishte Nip dhe Axh, domethënë dhe Xhaxha i vet. Në këtë lloj këndi, domethënë, çfarë po ju vën në pozicionin e një prokurori, pasi këtë tha dhe Xhevi pak më herët, a ka përgjegjësi sepse Xhaxha i vet ishte personi i cili kishte mosmarrveshje, nga dalë mediatikisht, ka pasur kërcënime me banorët, sharje, domethënë kanë qenë disa ngjarje dhe një pas njëshme që kanë qenë edhe në Shkodër. Mban përgjegjësi penale për rastin? Kush për shembull? Xhaxha i vet? Shiko, tani këtu kemi një krim konkret dhe një subjekt konkret të krimit. Pra ky që tani ne nuk dim, hetimi do të nxjerrë nëse ka organizator, nëse ka nxitës, nëse ka, si thush se pra e keqja e kësaj është ajo që ka të trondit që të tregon që është vrarë shteti, është vrarë drejtësia, është ngritë pasiguria me fjalë, po kur vritet një gjyqtar, edhe kur një qytetar pra që pretendon një drejt, ekzekuton atë që është ulur atje në poltronin e hyjnor të drejtësisë, atëherë çfarë do presish nga ky vend dhe nga ky rend shoqëror? Ashtu siç unë dëgjova, kam parë me shumë e ndjej shumë, jo vetëm për shkak sepse e kam pas mik, po ka qenë dhe gjyqtar vërtet që e përmbushte misionin e vet në mënyrën më të mundshme në situatën ku ndodhet legjislacioni jon apo ky sistem me arnat të ligjit. Dhe ne jemi mësuar që ne mendojmë se parandalojmë krimin duke shpërsuar gjithmonë dispozitat penale dhe duke shtuar dispozitat penale. Dëgjoni më, ne kodi penal i Enver Hoxhës ka pas 301 dispozita penale. Ne kemi 300 sa, kërkojmë të bëjmë 1000. Atëherë do të themi ne, a nuk ishte ai sistem me gjithë ato të këqija që kishte që e çoi në zhdukjen gjakmarrjen, që kishte ekzistuar, që kishte brez pas brezi ose shekuj pas shekujsh. Dhe hajde ta marrim edhe rastin që e mbolli edhe sistemi perandorisë turke. Dhe sot tash ne po shohim jo më sigurinë qytetare, jo më mbrojtjen e jetës, e të pronës, e drejtave të lirive, po shikojmë një rend të tronditur deri atje ku shkërmoqet gjithçka, siç është për shembull vrasja e sot. Kuptoj, Xhevi, ju marr një koment fundit faktikisht, kishte një lloj debati në rrjetet sociale i madh dhe në një lloj mënyre shumica reagonin kundër sepse është ajo shpreha që përdoret gjithmonë, diçka ka bërë, domethënë nuk është se ndodhi rastësisht, domethënë si i sheh këto komente të tilla pasi ishin gjërësisht në rrjetet sociale. Po sigurisht që njerëzit janë në drejtën e tyre për të bërë një koment, po unë mendoj që duhet prisim edhe pak që ta thotë edhe timi këtë gjë, pasi edhe unë kam dëgjuar fjalët më të mira për këtë gjyqtar, dhe sigurisht që ai kishte kaluar
edhe të dyja shkallët, po them procesin e vettingut me shumë sukses. Kështu që, por unë e thash këndvështrimin tim, unë mendoj që ngjarja e sotme është produkt i disa gjërave që kanë ndodhur këto 10 vitet e fundit, dhe unë këtu me faj më shumë bëj, po them ekzekutivin e gjyqësorit, po them, ajo që prodhon, ajo që sjell, po them, gjyqtarët e rinj, shkollën e magjistraturës, KLG-n, edhe më pas edhe politikën, të cilat kanë kontribuar që sistemi i drejtësisë të jetë në këtë drejtje që është sot. Edhe pse po flasim për sistem të reformuar, unë mendoj që nuk është i reformuar, pasi reforma në drejtësi ka arritur në atë pikën që ka nevojë për reformë prapë. E kuptoj. Xhevi, kënaqësi që të kisha në studio. Avokat, kënaqësi që të kisha në studio. Mund të them diçka vetëm duke pas parasysh që kjo është vrasja e parë në krye të detyrës, në ushtrimin e detyrës, mendoj që do të jetë dëshmor i parë i Adheut, pra dhe do të jetë në rendin e atyre njerëzve më të nderuar, dhe do toja këtë që nuk më pëlqeu një prononcim i kryeministit të vendit tim, pra të Shqipërisë, që ndër ata që me drejt preku elementet e sigurisë, që ta shpresohet dispozita penale e armbajtjes. Shikoni, në kohën ku ne kemi pas gjobë deri në 3 vjetë, që sot e kemi 1 deri në 3 vjetë armbajtje në shpinën 278 dytë kodit penal, krimet ishin shumë më pak se sa ishin sot. Pra, ne mendojmë që vetëm duke bërë ligje dhe duke prodhuar ligje si një fabrikë prishur që produkti nuk shkon tek konsumatori ose elmon, themi që do të shpresojmë 5 deri 7 vjetë e ka arma në vendet publike. Kjo pra që ishte sot armbajtja. Dikur e kemi pas 7-15, dikur e bom 7, dikur e thomë me dënim fikse 10, e shpërgjithësoj gjykata kushtetuese. Nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është që mos e jam dakord me zotrin, ma merr mendja që është i fushës tonë se e kam parasysh, që vjen një moment që duhet gjetur ligji më i mirë që të funksionojë në rende dhe në shoqëri, por nga ana tjetër mua më duket që kur edhe ta denigrosh figurën e gjyqtarit, se ky gjyqtar për shembull konkretisht ishte kjo pjesa që reforma goditi më shumë këtë brezin që ishte vërtet profesionist, edhe që e kishin drejtësinë më për zemër ose më të mirë. Por që do ta bisedojmë sërish avokat, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit.